Mosmarrëveshjet mes komunës së Prishtinës e ndërmarrjes pastrimi rrezikojnë që qytetarët t'i fusin në borxhe shtesë. Pagesën për faturën e mbeturinave për 3 mujorin e parë të këtij viti, kompania pastrimi u ka dhënë afat qytetarëve ta kryejnë deri më 1 prill. Në të kundërtën, borxhlinj do të kenë punë me përmbaruesin. Është vetëm rrugë ligjore të cilën ne mund ta ndjekim dhe të cilën e kemi në dispozicion për të marrë ato pagesa për shërbimet që jemi duke kryer, nuk po kërkojmë kurrë më shumë. Mirë po nga komuna, këmbgulin që pagesat të bëhen tek ta. Pagesa duhet të kryhen në llogarinë e komunës së Prishtinës. Por për këtë, shefi ekzekutiv i Kompanisë Regionale të Mbeturinave Pastrimi thotë se nuk kanë të drejtë ligjore. Në rregullore, përveç që është e përcaktuar pagesat dhe inkasimi më vote ne, është e përcaktuar që edhe fatura edhe pagesat të bëhen muj për muj dhe jo më çdo 3 muj. Komuna e Prishtinës kishte marrë vendim më 5 shkurt që pagesat të bëhen në llogarinë e kësaj të fundit.